Territori shqiptar për datën 5 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore gjatorëve të pazites priten vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje domethënëse. Temperaturat do të mbeten tipike verore me një rritje të lehtë në disa zona të vendit. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pazitja vijon me mod të ngrohtë të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Çditës priten rreth 11 deri në 13 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 20 deri në 35 gradë Celsius. Kukës 17 deri në 31 gradë. Peshkopi 16 deri në 30 gradë. Tiranë 19 deri në 35 gradë. Durrës 23 deri në 31 gradë. Kavaj 22 deri në 31 gradë. Elbasan 20 deri në 35 gradë. Berat 21 deri në 35 gradë. Korç 14 deri në 28 gradë. Florë 23 deri në 31 gradë. Gjirokastër 19 deri në 32 gradë. Sarandë 23 deri në 31 gradë Celsius.